Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në drejtorinë e policisë së Vlorës arrestuan shtetasin me iniciale AD 41 vjeç banues në Fier, pasi më datën 6/5/2025 në rrugën e vjetër Fier-Vlorë duke drejtuar automjetin tip Ford, ka aksidentuar motomjetin me drejtues shtetasin DL 68 vjeç banues në Vlorë, i cili si pasojë është dëmtuar dhe ndodhet në Spitalin e Traumës në Tiranë nën kujdesin e mjekëve. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Vlorës referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal ndaj shtetasit me iniciale DS 25 vjeç, banues në Vlorë pasi gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin e tij, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një shkop metalik me mekanizëm hapjeje. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Imar referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal ndaj shtetasëve me iniciale AH, HL, BP dhe VR, pasi u konstatuan duke kryer punime ndërtimi pa leje në organeve kompetente në territorin e Himarës. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Delvin referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin me iniciale AM 28 vjeç, banues në Delvin pasi ndaj tij ka kallëzuar shtetasin me iniciale SR 45 vjeç, se është goditur prej tij gjatë një konflikti për motive të dobta. Po këta specialist referuan materialet në prokurori edhe për shtetasin AH 44 vjeç, pasi u konstatua duke kryer punime ndërtimi pa leje në organeve kompetente në Delvin. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarand referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin me iniciale MV 32 vjeç banues në Itali, pasi dyshohet se ka vjedhur një shumë prej 250 eurosh në lagje nr. 4 Sarand. Po nga këta specialistë referuan materialet në prokurori dhe nisi procedimi penal ndaj shtetasit AM 44 vjeç banues në fshatin Metoq të Sarandës, pasi u konstatua se kishte dëmtuar 2 ndriçues në kishën e fshatit Metoq. Materialet u referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.